vota partie dhe pastaj ne shikojmë këtu qametin me sy. Prandaj unë mendoj se Shiku ka përfunduar për mendimin tim. Shiku duhet të ngrehet në nivelin e dur dhe duhet të jetë një institucion i cili të jetë mbi partjak dhe të ketë një rëndësi të veçantë nga të gjithë forcat politike parlamentare flas, sepse duhet kemi parasysh që partitë parlamentare garantojnë qëndrueshmërinë e një institucioni që është për interes kombëtar, nuk flas çdo parti jashtë parlamentit. Prandaj them, Shiku për këto mendime, për mendimin tim ka mbaruar nga momenti kur është sjell ti për shembull ti një nga Kosova. Nesër sjell një nga Malizi shqiptar, ti pastaj një të Maqedonisë shqiptar, nuk kemi nevojë ne të bëjmë Shikun një institucion partjak edhe kombëtar në konceptin nacionalist. Ne kemi nevojë të kemi një institucion i cili të shërbejë për eksperimente. Nuk kemi nevojë të eksperimente sepse në fund fare cenojmë sigurinë kombëtare. Dhe këto ngjarje që po ndodhin, në rast se do të kishte një institucion i cili do kishte një nivel të dur dhe do të kishte pothuajse garanci absolute ndaj ato personave të cilët sakrifikojnë, ne mund t'i quajmë spion, e kupton se pak a shumë kështu është, e kupton. Po këta spionat, mirë, nuk është gjë e turshme të jesh spion për interes kombëtar, por ne do ta themi gjuhë kulturuar, pra sinjalizues, pra sinjalizojnë, heqim fjalinë spion, sinjalizojnë. Dhe këto sinjalizues duhet të mbulohen nga shteti, jo thjesht nga paga, por të mbulohen dhe e mbani mend ju rastin e një liste që ndorën këta për ata të cilët janë sinjalizues. Pra, i uli nivelin e këtyre individëve të cilët bënë një punë, sepse sinjalizuesi është për interesin kombëtar dhe aty asnjëri nuk mund të di emrin e personit që po bën një punë për sa i përket interesit kombëtar. Pra, spioni i partisë në kohën 1144-1191 ka një diferencë me spionin dhe sinjalizuesin me fjalë modernizuar, në spionin dhe me sinjalizuesin e kësaj ngjarje që po themi që jetojmë në 2025, ka një diferencë të madhe. Megjithatë, avokat, për ta mbyllur kjo ngjarje është një akt i rëndë zhvendosi vëmendjen nga ngjarje të tjera. Kështu që ato më përpara për 3 ditë u harruan. Më dëgjoj, do rikthehet ajo rasti Ballukut si puna e kësaj të shiko, rasti Ballukut, një rasti ligjit të barazisë gjinore, pra erdhi barazia gjinore, e kupton, rreti edhe uli nivelin e Ballukut, e kupton, në rastin e saj. Ndodhi kjo ngjarje këtu, ul, pra duhet kuptosh disa gjëra që janë kaq shumë të ndërlidhura me njëra tjetrën, por janë edhe kaq shumë të shkëputura sepse opinioni publik në këto momente çfarë do? Sigurinë. Pra, më thuaj ti, kush është ai që nuk do sigurinë? Edhe ai që është me një pistolet në brez, pse ma pistoletën? Sepse do një siguri të tepruar. Pse? Sepse ka ndonjë gjë të harruar dhe thot ja në çdo moment nxjerr. Po ka dhe njerëz të cilët gëzohen që të kenë pistoletë nga mbrapa dhe kur që dali përpara fillojnë edhe pushkatojnë. Pra, ke një kategori të ndryshme njerëz, po ke disa njerëz të cilët i ke në mes të rrugës i ke pas gjë dhe janë në mëshirë të fatit. Prandaj them që ne si qytetar duhet të ndërgjegjësojmë dhe të kuptojmë qartazi që kjo goditje që ka ndodhur ndaj një perimetri sigurie kombëtare cenon sigurinë e çdo qytetarit shqiptar. Dhe përsëri do më thot dikush që përsëri them politik, jo zotëri, kush e emëron kryepolicin? Ministri i brendshëm. Nga vjen ministri i brendshëm, i deleguar nga kryeministri që vjen nga Partia Socialiste. Tani aty që është bërë? U bërë zakon, është bërë biznes. Pse është bërë biznes? Sepse është i njëjti person, është e njëjta qeveri, është i njëjta influencë. Dhe nuk kanë dyshim. Ata duket se e kanë marrë dorën Rinasit, sepse ne kemi pas ngjarje të bujshme, grabitje, vrasje, edhe në brenda, por edhe jashtë perimetrit. Pak vite më parë, kështu që duket se e kanë marrë dorën aty. Edhe pavarësisht atyre që kanë ndodhur atëherë, që ndoshta duhet të ishte forcuar siguria jo vetëm brenda, por edhe jashtë, sikur thatë ju. Edhe jashtë. Edhe jashtë, po dëgjoj. Aty nuk ngrihet droni për shkak të sigurisë. Po që poshtë vizin
kjo ngjarje tregon qartësi që do kenë ngjarje edhe më të rënda se kaq. Prandaj them autoritetet zgjohen nga gjumi dhe mos përdornin për shkak të partisë. Partinë të vinë edhe ikin, pavarësisht se kemi këtë dales, këtë pauzë, po do vi momenti se një moment nuk do rinë të gjithë në pushtet. Një moment fillon edhe bëhet ataja, por duhet të japim mesazh tek ata që punojnë tek institucione shtetërore. Partitë vinë e ikin, shteti mbetet, qëndron, ai do të jetë gjithmonë garant dhe duhet të jetë garant, pavarësisht abuzimit që bën një parti politike, që është në krye të detyrës, por unë dua të them që duhet të merren masa urgjente, sepse dje u vra një gjyqtar, sot u vran këta, nesër do vritet dikush tjetër dhe pas nesër dikush tjetër dhe pastaj pa dikush tjetër, por nuk është se këta që do vriten pa dhënë mesazhe. Pra do vriten individ apo persona të cilët do të kenë cilësi të veçanta në jetën shoqërore. Dhe kjo është goditje ndaj një sistemit apo ndonjë stabiliteti të ekonomik, politik, shoqëror, social, kulturor, arsimor dhe shumë faktorë të tjerë. Prandaj nuk dua të etiketoj, por them të ngjarjet kërkojnë patjetër masa ekstreme. Cilat janë masa ekstreme? Të ndalo policia zotëri, hape makinën, kontrollo ka armatim apo jo. Hape më zotëri makinën, nuk të ndaloj më zotëri. Ju e dini shumë mirë që unë shkoj në gjykatën e apelit dhe nuk kam asnjë problem sepse punoj si policistë. Hap aty atë timin që është ajo çanta dhe kështu. Le ta hapi, le ta skanoj 100 herë, nuk më hyn punë mua fare. Fare nuk më hyn punë. Më mirë ta kontrolloj se sa të kemi dyshime, jo për mua, jo për tjetrin. Kontrollohet dhe kontrolli të bëhet patjetër. Jo vetëm tek djem të ri, jo vetëm tek njerëzit të cilët dyshon, po të gjithë njerëzit të shikojmë, sepse duhet një herë mirë të mbarojmë me armatimin, një herë mirë duhet të mbarojmë me këtë gjë që ndodh në këtë vend që ka kaq shumë njerëz të cilët kanë atërmbetje, kanë akmarrje, kanë gjithçka dhe nuk është se po ja zgjidh drejtësia. Prandaj duhet të ndërgjegjësohemi si shoqëri dhe të mbrojmë të Shqipërinë, sepse Shqipëria po përballet me rreziqe që nesër në një farë mënyrë do të vinte çdo qytetar. Prandaj them nuk do të jetë rasti i parë dhe i fundit, por duhet të kemi kujdes dhe duhet institucionet të marrin masa sa më shpejt që mos të kemi viktimën dhe pastaj zgjohemi dhe themi, tani kur shkon te gjykata apelit, tani të kontrollojnë. Po tani e gjendje nuk kontrollosh ti mua, po gjithsej të ç'a bëje? Tundi zinxhirët. Pra, nuk duhet të presim viktimën që nesër do shikojmë tek rinasi që ka përreth polica çuna të ri mbajnë aty armatime, duken bukur nga jashtë, pamje jashtme, e fortë, sa bukur. Pra, këto janë mashtrime sepse ti prisje viktimën dhe pastaj u zgjove. Sepse ajo fjali e famshme bur tritol është kjo pikërisht çfarë që njerëzit kanë kuptuar, thotë këtu s'pas ka shtet, s'pas ka asgjë, në fund fare marrun vendimar dhe bëjun veçgjyqësi. Prandaj duhet të themi qytetarëve që është momenti reflektimit dhe është momenti ndëshkimi të kësaj pakete apo politike të rendit publik që ka dështuar totalisht. Nuk ka nevojë të marrim viktima të tjerë, po ka dështuar totalisht dhe ajo që bëhet, që duhet bëjnë qytetarët është të ndëshkojnë nëpërmjet votës te situatë që po ndodh vendi, sepse flaka dylber po ta them na ka ardhur të gjithëve. Puna është që o do të gjejmë tubin me ujë ose ne duhet ta mbushim dhe të ketë tubi ujë që ta kemi mundësi të shuajmë zjarrin, se në rast se zjarri do të fillojë të marrë povë, në fund fare nuk do kemi mundësi jo vetëm ujin të gjejmë, po edhe tubi nuk do ketë mundësi se do ta ketë djeg zjarri. Prandaj them qytetarët të reflektojnë dhe mos të shikojnë që zjarri ka shku tek ai tjetri. Jo, zjarri ka ardhur te ty, po ndërgjegjësohu, reago dhe mos fli gjumë dhe mos thuaj që kshu jemi ne edhe justifikohet çdo rast kriminal duke na thonë jo bën edhe filma, jo bën edhe jashtë shtetit. Le të bëhen kudo, por ne duhet të ndërgjegjësohemi dhe të themi që këtu në këtë vend duhet të ketë rend, siguri, duhet të luftohet çdo gjë që cenon sigurinë kombëtare, po edhe rrethanat edhe do thoya edhe sistemi demokratik të vendit. Mesazhi është i qartë, avokat, duhet parandalim dhe jo të ndedhim gëzhoja të mbrapa. Unë të falenderoj shumë edhe
Edhe unë të falenderoj shumë për ftesën, por nuk duhet të mbledhin viktima. Unë e kuptova çfarë the. Po viktima është më e rëndë të mbledhin viktima, sepse këto gzhojat mund edhe mos kemi viktima. Po viktima është më e rëndë se gzhojat, edhe çdo gjë tjetër që i shërben krimit organizuar apo akteve kriminale apo terroriste. Por dua edhe një herë të them këtë gjë. Ne duhet të ndërgjegjësohemi dhe mos të marrim referencë praktikat e partisë që dalin në televizion dhe thënë, ndodhin krimet edhe jashtë shtetit. Prandaj them, duhet reflektim dhe masa, sepse po te i kalo kufirin çdo gjë. Edhe nesër do të jemi përpara fakteve të rënda dhe s'do dim se si të reagojmë dhe se si të marrim masa parandalues, sepse do të jetë flakat do të ketë vajtë kështu. Pa mëshirë kudo. Edhe pastaj mund ta bëjmë edhe film, po kam frikë. Film kush do jenë? Kush vjen aktor? Duke uruar që kjo mos do ketë aktor se dikush. Avokat, por ata që uroj dhe unë mos të ndodh, po ju dëgjojnë, unë të falenderoj shumë. Edhe unë ju falenderoj shumë për ftesën.